Atje po shoh disa nga shokët edhe shoqet që shpesh herë kemi ardhur në Kamës edhe kemi ardhur duke intervistu punëtorët e fasonerisë për vite të tëra me radhë edhe duke i nxitur organizimin sindikal. Sigurisht që para zgjedhjeve unë fakt doja ta ndaja kështu përgjigjet që na jepin ata para zgjedhjeve, edhe do përpiqem të them dy gjëra të shkurtra. Do përpiqem të dekonstruktoj dy mite që unë mendoj. Së pari, para se të afroheshin zgjedhjet, punëtorët na përgjigjeshin se ne nuk e marrim hatun e punës, lodhemi shumë, punojmë shumë edhe nuk paguhemi. Është e njëjta gjë që po thoshte edhe Arlindi, edhe jo më larg se sa para se të vija para një ore, lexova një artikull që punëtorët shqiptar janë ata të cilët punojnë më së shumti edhe paguhen më pak në gjithë Europën. Dhe këtë gjë ne e kishim kuptuar, nuk ishte domethënë nevoja, por kur është e shkruar është më ndryshe. Ama po të dëgjosh këta politikan, pronar biznesesh, biznesmen, thonë që punëtorët në Shqipëri kanë të gjitha kushtet, paga është rritur, edhe është gjëja më e mirë që ka ndodhur së fundmi, madje ne kemi vështirësi sepse është rrit, si më thënë, krahu i punës, edhe shumë herë ne nuk po e mbajmë dot biznesin, ne të gjitha kemi shumë vështirësi. Ama kush është paga reale që rritet? Kur ne punëtorët na thonë se nuk mund të mbulojnë, domethënë, të mbulojnë shpenzimet e muajit, kur nuk mund të kenë mundësi të, si më thënë, të çojnë fëmijët në shkolla të mira, në kurse e gjitha këto me radhë, kur ka pamundësi të gjitha çiftet e reja dhe jo vetëm, nuk mund të blejnë një shtëpi. Kështu që kjo do të thotë se në fakt janë rritë çmimet, nuk janë rritë vërtet pagat. Pra vetëm kemi rritje të çmimeve dhe kjo nuk përkthehet në jetë më të mirë, por është vetëm, si më thënë, rritje jo normale dhe jo eficiente e pagave. Patjetër që këtu do flasim edhe, nuk është vetëm paga, po edhe kushtet e punës. Nëse flasim për kushtet e punës, punëtorët e ndërtimit në të gjithë sektorin janë pa sigurime. Nuk e di kush do mbaj përgjegjësi në këtë vend për këta punëtorë të cilët në sërish kur të afrohet pensioni, nuk do kenë mundësi të marrë një pension, si më thënë, të dinjitetshëm. Këtë duhet ta ketë përgjegjësi ata të cilët e kanë shkaktuar, edhe duhet t'i ndëshkojmë në 11 maj. Tani gjatë kohës fushatës elektorale, ku kemi shkuar në përfasoneri, punëtorët na thonë se na mbajnë krahët tanë. Edhe unë po mendoja në fakt sa e vërtet është kjo, që punëtorët i mbajnë krahët e tyre. E vërtet, ata mundin e japin pafund, por ajo që marrin në këmbim nuk është e mjaftueshme. Sepse nëse ne kemi një qeveri e cila të gjitha institucionet e cilat duhet të jenë në mbrojtje të punëtorëve edhe të duke inspektuar kushtet e punës, por ata vendosin qeveria të gjithë partitë të cilat sot i shoh duke bërë elektorale, janë duke takuar biznesmen, janë duke qarë hallin biznesit, dhe në asnjë rast të vetëm unë nuk shoh të flasin për punëtorët. Aq sa partia e cila është në pushtet, në zonën ku ka përqendrim më të lartë të fasonerive, ka zgjedhur të ketë në listat e tyre, në listat e sigurta, pra t'ju japi një mandat të sigurt këtyre biznesmenëve të fasonerive, t'ju japi një mandat dhe t'i fusin parlament. Ndërkohë për punëtorët nuk flitet as pak. Ajo që ne kemi kërkuar prej kohësh dhe kemi qëndruar në krah të punëtorëve, para, gjatë dhe pas zgjedhjeve dhe kur do jemi, është kjo, që do ndodhemi në çdo fasoneri duke artikuluar çdo problematikë dhe duke i qëndruar pranë. Ama ne kërkojmë vetëm një gjë prej tyre. Kërkojmë që të organizohen, edhe ne do na kenë aty gjithmonë. Dhe mendoj se vetëm bashkë edhe duke organizuar, do kemi mundësi që t'ia dalim të gjithë kësaj.